Se cilë do kemi kundërshtar, po kështu dhe Kosova. Le ta marrim, po para se të kalojmë te Kosova, le ta marrim si të mirëqen që i kalojmë këto ndeshjet e marsit, pastaj bën nga këtij grupi përveç Hollandës, mua më duket se kemi të thjeshta, po jo. Kemi Tunizin dhe Japonin. Nëse kualifikohemi me Tunizin është ndeshja parë, me datën 14 qershor. Kanë historik në futboll? Jo. Absolutisht, ja, por problemi është që këto skuadra që nuk kanë shumë emër, kanë futbollistët e tyre, mjaft futbollistë që luajnë në Europë, luajnë në Francë, në Angli, dhe po të dëgjojmë kur thotë ky futbollist është nga Tunizia, por ne nuk japim rëndësi sepse por kanë futbollistë, se futbolli afrikan është lojtarët e mirë janë transferuar në Europë, luajnë me skuadra të mira. Kështu që sot nuk ka më atë lloj diferencë, atë lloj që shiko Tunizia ka emrin dhe nuk ka futboll. Ka ndryshuar raportet. E kuptoj. Kthehemi te Kosova, meqense e përmendë pak, por ne duam që të flasim se duhet. Grupi i Kosovës dhe që përsëri qëndron varur si ne. Edhe ky është një fakt shumë interesant ku dy ekipe shqiptare, se kështu do t'i konsideroja, janë kandidate për të marrë pjesë në botror. Duhet të themi që edhe në tek stat ku kemi arritur është një kualifikim jashtëzakonisht i madh, historik, e shumë gjëra tjera pra për të dyja, si për ne dhe për Kosovën. Edhe Kosova ka një short, do ta themi, të vështirë, luan me Slovakinë. Pra, por ka favorin se ka ndeshjen e parë brenda dhe pastaj ka Turqinë dhe Rumaninë. Turqinë dhe Rumaninë. Të dy skuadra. Pra, unë do ta konsideroja sepse tham që një botror që mund zhvillohet në Ballkan në të ardhmen, mos harroj janë të gjitha skuadra ballkanike. Pra, Bullgaria, Turqia, Rumania, ne Kosova, pra jemi një grup që konkurrojnë për të shkuar në një potencë, një potencial i futbollit evropian, pra edhe ne ekipet ballkanike. Kroacinë, e cila është mbretëresha. Kroacia është kualifikuar direkt, pra shikon se sa skuadra janë, ne kemi meritën absolute, sepse duhet ta pranojmë që kemi eliminuar një skuadër nga më të fortat në Europë, sepse sigurisht ai takim me Serbinë ngel pak pas harrohet, por i lihet historisë. Sepse vjen botrori, kemi këto ndeshje dhe duke qenë se me Serbinë s'ka shanse të harrohet, por e kuptoj se çfarë do të thuash. Bravo, por që mos harrojmë kualifikimi i Shqipërisë me grup me Serbinë, askush nuk do donte ta kishte Serbinë në grupin e tyre. Italinë e ka eliminuar Maqedonia, pra futbolli i Ballkanës është një futboll i vështirë, i fortë. Ne kemi patur ekipin më të fortë, më të vështirë dhe jemi kualifikuar. Unë e konsideroj por në përgjithësi është një kualifikim, një vlerësim absolut për këtë skuadër dhe që i frikson të tjerët. Polonia do ta ketë frikë ndeshjen me ne. Me Shqipërinë? Absolutisht do ta ketë frikë. Interesante, po përsëri ti duke nisem për Kosovën dhe përfundove tek Shqipëria. Sigurisht se është Kosova, jo, e tham, pra Kosova është me Slovakinë. Për futbollin Ballkanas. Sigurisht që Kosova është me Slovakinë, luan me Slovakinë, një ndeshje e vështirë, pra se futboll lindor sidoqoftë, por Slovakinë, pastaj ka o me Turqinë, o me Rumaninë, janë të vështira të dyja këto skuadra. Pra nuk je optimist se mund të Jo, absolutisht po. Por do të jemi realistë. Pra, në këto nivele jemi, Shqipëria dhe Kosova, kundërshtarët janë këto, futbolli turk dihet që është futboll me autoritet, me potencial, me 2-3 skuadra që janë në elite, klube që paguhen me lojtarë turq që luajnë në Europë, me trajnerë të huaj, kështu që është e vështirë, po kështu dhe për ne. Suedia, Ukraina janë potencial i madh futbollin europian. Por ne kemi treguar që flas për ne shqiptarët që me të mëdhenj ne jemi të mëdhenj. Ne nuk kemi me ekipet e vogla. Kemi barazu me Gjermaninë, kemi barazu me Irlandën e George Bestit, janë pjesë të historisë të madhe të futbollit shqiptar, jemi mundur nga Gjermania e Beckenbauerit këtu 1-0. Kemi ndeshje pra me të mëdhenj, ne jemi treguar me Belgjikën, kemi fituar 2-0 pothuajse në kampionin e botës me Belgjikën. Kështu që unë gjykoj që Shqipëria ka një potencial të madh, po kështu dhe Kosova. A është ky ekipi shqiptar, a është kjo kombëtarja e cila duhet të shkonte në këtë botror? Unë them që e meriton, pra, e mersëm pas kampionatit evropian. Unë them që Shqipëria ka gjitha kushtet mundësit për të kandiduar, për të kërkuar dhe për të qenë e pranishme në një Europian. Sigurisht në kriteret që ka faza eliminatore me radhë, janë kritere, janë ndeshje, duhet shumë fat. Pra janë shumë element, por që nëse ne do ishim eliminuar, nuk do të kishte lloj këtë entuziazmi optimisti, por jemi në një fazë që kualifikimi i Shqipërisë në këtë play-off
na ka dhënë një entuziazëm të jashtëzakonshëm. Kështu që unë i shikoj gjërat me entuziazëm dhe them që s'ka pse mos jetë Shqipëria pretendente. Apo jo, siç është edhe Suedia, nuk është se ka kaluar fazat mirë, po unë referohem që kanë lojtarë që luajnë në Europë, histori, pra dhe që janë pak më të favorizuar se ne, po kështu dhe Ukraina. Kanë mbi të gjitha historinë. Por nëse Shqipëria do të kualifikohet, askush prej aty ose Suedia nuk do ta kishte qejf, nuk do të dëshironte të luante me ne, sepse agresiviteti, rrezikshmëria dhe forca e kësaj skuadre rritet në turin tjetër. A do të vazhdoj të jetë Silvinho edhe në mars me kombëtaren, apo suksesi që ka patur e ka ndihmuar për një bilet në një ekip tjetër ose klub tjetër? Në mjetën time pra kemi parë trajnerë shqiptarë edhe të huaj që kanë drejtuar kombëtaren, edhe trajnerë shqiptarë të jashtëzakonshëm, të suksesshëm, sa sot edhe i përulem me një lloj vlerësimi absolut në atë futbollin që është luajtur në socializëm, pra për shumë arsye që nuk do të zgjatem. Raportet mas 90 ndryshuan, shumë futbollistë luajtën jashtë, me mundësitë për të shkëlqyer në shumë klube të Europës dhe që janë një potencial i madh, forcë e madhe për ekipin ton përfaqësues. Një ndër to dhe trajnerët, kemi kaluar disa trajnerë shumë të mirë, por unë këtij trajneri do të kisha vlerësimin maksimal sepse trajneri zoti, trajneri thjesht, komunikues, krijoi një skuadër kompetitive, një skuadër që me merit absolute është në këtë lloj, nuk është e lehtë, sepse nuk është e lehtë për shumë arsye, por drejton një skuadër një vendi të huaj, shumë arsye pretendimet por që e kenë vetëm në një javë ke të bësh me një skuadër që në një javë ke të grumbulluar. Nuk është skuadër klubi që ke kohë gjatë, shikon, në një javë duhet që të koncentrosh gjithçka për të kapur rezultatin. Dhe unë mendoj që ky trajner ka aftësi të jashtëzakonshme që brenda një jave që vinë lojtarët, vetëm për të ardhur, jo dhe ti stërvitesh dhe të bësh edhe formacionin. Unë gjykoj që i ka marrë maksimumin dhe nuk kam asnjë përkundrazi, them që shpresoj që do jetë në fazën finale, me këtë trajner dhe mund të vazhdojmë pra të vazhdoj ekipi jonë përfaqësues, edhe pse shumë raporte ndryshojnë sepse vinë oferta të ndryshme, mund të konsiderohet cikël i mbyllur me ekipin tonë përfaqësues, por është një nga trajnerët që ne na ka ardhur dhe mbi të gjitha është njeri shumë human, shumë i sjellshëm, shumë i edukuar, komunikues, që i ka reflektuar dhe ai shumë i aftë. Unë falenderoj shumë Uvill për të gjithë këtë përmbledhje koncize brenda kësaj kohe që kishim ne që na ide. Do kemi prap kohë. Do të kemi shumë kohë dhe për tej marsit apo ja. Absolutisht po, dhe shpresojmë. Do kemi 3 muaj, t'ishte çik më herët, t'ishte pak më herët, meqense janë 3 muaj shumë gjatë. Nuk duron dot nga tensioni që ke, pa diskutim që është shumë tensioni i madh për të gjithë apo ja. Më erdhi mirë kur mbrëm në natë short u përmend para Shqipëria, kur flitej për play-offet, Shqipëria me radhë. Dikur, pas mund të fantazonte, të mendonte që Shqipëria të përmendte emrin e një, kështu që më erdhi mirë, pati një emocion të madh për çdo gjë. Pa diskutim që futbolli dhe arti janë pasaporta më e mirë diplomatike për çdo vend. Dhe futbollistët shqiptarë dhe ata të Kosovës janë në këtë mënyrë duke bërë politikën për vendet e tyre. Të falenderoj shumë Uvill edhe një herë tjetër të nderuar televizionistë. Ne përcjellim gazetarin sportiv Uvill Zajmi, do të rikthehemi